institucione. Ju kujtohet juve të gjithëve që një herë ju ke 86 vota, se nuk kemi ata ishin 81. Një herë thëjke këtë bën atë s'bën, edhe prapë kemë shku në zgjedhje. Si jetë, zgjedhje e treta, por më pak se një vit e gjysmë. Dërsa sot, pa asnjë arsye logjike, pa asnjë arsye shtetformuese, pa asnjë arsye patriotike, prapë hynë në krizë institucionale. Unë do të më thonë që nuk ka emër tjetër kjo situatë, përpose grushtet i mbrëmshëm, grushtet i cili nuk realizohet prej falangave ushtarake, po prej njerëzve të cilët në mënyrën më brutale e shfrytëzojnë legitimitetin e brisht demokratik për me i uzurpu institucionet e shtetit. Do të më thonë që para 2 dite i kom paralajmëruar qytetarët e Kosovës se kjo është ajo që mundet më ndodhë. Për shkak se ne i shohim deklarata, di me i lexu ato, di me i ndëgju, edhe kem kuptu që krejt çka është të bëhet tash. Ky regjim është me provu, me kriju mjekun, edhe me provu me hudh fajin aty ku nuk është, me hudh fajin të partit politike për mos krijimin e institucioneve edhe me zvarrit prapë procesin. Ajo që nuk munden me saktësi me ditë është cili është qëllimi i këtij personi. Pse ja bën kështu vendit vet? Pse ja bën kështu popullit vet? Ati popull që po e voton. Këto nuk muj me pas qartë, mundemi me spekulu, po një ditë se cili prej nesh kemi me pas qartë, pse dikush ja bën vendit vet këtë që po e bën ky person. Do të më thonë që ne si Aleancë kemi dalë me 6 pika si ofertë për mbështetjen që ne bjallrojmë, ja japim Kosovës, popullit Kosovës. Ato 6 pika nuk kanë nënkuptuar asnjë rast që ne po kërkojmë diçka për vete. E kemi bërë të ditur me 10 herë, edhe përmes medjave, edhe përmes takimeve me qytetarë. Nuk ka njeri më në Kosovë që nuk e din çka po kërkojmë. Po kërkojmë që Kosova me nënshkru marrëveshjen për gasin e lëngshëm natyral, për gasin amerikan, LNG. Po kërkojmë me hyrë proces ndërtimit të kapaciteteve energjetike tona me thëngjën. Po kërkojmë me ngrit pragu i të vëshës 100.000 euro nga 30.000 euro për me ndihmu 100.000 familje që kanë bizneset vogla të mesme, prej berberve, frizereve e deri të ata që prodhojnë fruta, ajvar, çka do qoftë. Aty në njerëzve më ndihmu, më rrit biznesin, më rrit standardin e jetesës.